Ka ndërruar jetë në moshën 74 vjeçare pas një sëmundje të rëndë ish nënkryetari i Bashkisë Shkodra Metomi. Një intelektual i angazhuar prej vitesh në funksione të ndryshme publike, Omi ishte një prej qytetarëve model të Shkodrës, i cili dha një kontribut të çmuar, veçanërisht në sektorin e ekonomisë dhe financës, ku edhe ishte diplomuar. Ai për vite me radhë shërbeu në disa institucione të ndryshme financiare, e më pas do të bëhej pjesë e pandare dhe angazhimit publik në Partinë Demokratike të Shkodrës, e më vonë si nënkryetari i Bashkisë, në kohën kur ky institucion drejtohej nga Lorenz Luka. Për ndarje nga jeta të ish nënkryetarit të Bashkisë kanë reaguar edhe figurat politike. Numri 2 i Partisë Demokratike, njëherëzi drejtuesi politik për qarkun Shkodër, Luciano Boçi, shkruan: Shkodra humbi një nga personalitetet më të rëndësishme të jetës politike dhe shoqërore. Metomi u dha nga jeta në një kohë kur këshillat e tij, të veshura me urtësi, edukim qytetar, përkushtim familjar dhe përvojë të gjatë, ishin një nga vlerat më të çmuara që kushdo që e njihte mund të merrte prej tij. Përfaqësuesi i familjes së njohur të Omëve të Shkodrës, Metomi nisi angazhimin e tij politik në Partinë Demokratike që në fillimet e saj. Për shumë vite, si sekretari degës së Partisë Demokratike Shkodër, ai drejtoi me profesionalizëm dhe përkushtim procese të rëndësishme, të cilat koha dhe realiteti politik i kërkonin. Si nënkryetari i Bashkisë Shkodër dhe si zyrtar që ka drejtuar dhe shërbyer në disa institucione, ai ishte modeli i shërbyesit publik, gjithmonë në shërbim të komunitetit dhe interesit qytetar. Dëshiroi t'i shpreh ngushëllimet më të sinqerta bashkëshortes Mirjana, djemve Alban dhe Arion, si dhe të gjithë të afërmve dhe familjarve për këtë humbje të rëndë, pushofsh në paqë. Edhe ish kryebashkiaku, sot deputeti i Shkodrës Bart Spahia, ka reaguar mbi këtë lajm duke shprehur ngushëllimet familjes Omi. Një mik, intelektual dhe qytetar i denj i Shkodrës u nda nga jeta. Me keqardhje mësova lajmin e shuarjes së Ahmet Omi, ish nënkryetari të Bashkisë, ish sekretari i Partisë Demokratike, qytetarit model dhe funksionarit, aktivistit e demokratit të përkushtuar. I shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes Omi, miqve dhe bashkëpunëtorëve. Të qoftë dheu i lehtë Ahmet Omi. TV një Channel i shpreh ngushëllimet familjes Omi, miqve dhe bashkëpunëtorëve të ish nënkryetarit të Bashkisë.